Ka humbur jetën në moshën 83 vjeçare Bernardo Provenzano, bosi i mafias dhe kreu i Cosa Nostrës. Provenzano humbi jetën në spitalin San Vittore, ku qëndronte i burgosur prej 2 vitesh dhe vuante prej kohësh nga një sëmundje tumorale. Bosi italian u arrestua në 11 prill të 2006 pas 43 vitesh kërkime, ndërsa u dënua me burgim të përjetshëm. Familjarët kanë konfirmuar për mediat italiane se do të evitojnë omazhet publike. Por cili është Bernardo Provenzano? 3 aktori që ndryshojnë mafian. Bernardo Provenzano, një nga bosët më të mëdhenj të Corleones, njihet dhe si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Totorinas në masakrën e Palermos në vitet 70-80. Bashkë me të, ata morën pjesë në masakrat që vendosën mafia në krye të kupolës së mafias siciliane. Por ndryshe nga Totorina, Bernardo Provenzano mëshironte shpirtin dialogues që shërbeu për të udhëhequr nga një shekull në tjetrin bandën kriminale pa që nevoja të përdorte plumba dhe tritol. Gjatë udhëheqjes së tij, ai ndryshoi kulturën e Cosa Nostras duke i instruktuar njerëzit që të negocijonin dhe të jepnin rëndësi të madhe dialogut. Provenzano e trashëgoi epitetin traktori për mënyrën se si përballonte situatat dhe qëllonte kur duhej për të qelluar. Bernardo Provenzano u lind në 31 janar të 33-shit në Corleone, një qytet sicilian, emri të cilit mori dhe aktiviteti i mafias. Thuhet se ai gjatë adoleshencës, pas luftës së dytë botërore, arriti të bashkonte mafian. Sipas mikut të tij, Totorina dhe mafiozit Luciano Ligio, Provenzano kishte trurin në një pule, por qëllonte si një ëngjëll.